Ndryshe në Top Albania Radio. Përshëndetje, mirë se vini edhe sot në Ndryshe në Top Albania Radio me Elona Duro, Salsano Rafi dhe mos e tregoj që është me ne. Mirë, nuk e tregoj. Sot është data 30 dhjetor. 30 dhjetor me 2 dhë. Me 2 dhë, 30 dhjetor është dita e parafundit. Si hiku një vit. Imagjino ftuar jon ta kishte për shembull emrin Dimitra për shembull. Jo, nuk e ka ashtu, nuk e ka ashtu. Ose kanë emër tjetër femre me dhë? Dhora. Dhora, është tezja ime. Gjithsesi, miq të dashur, jemi në ditën e parafundit të vitit, një vit që si ka qenë për ty? Për mua ka qenë, mund të them, viti i suksesshëm. Viti i suksesshëm. Edhe artistikisht, edhe financiarisht. Gjithashtu, edhe me shëndet, mbi të gjitha me shëndet. Por nuk e di s'do na thot e ftuara jon që nuk ka më Silent Salsano në këtë fundvit. E ftuara jone e cila na ka nderuar me pjesëmarrjen e saj. Nuk ishte ta mbyllim më bukur këtë vit. Jo, vallai, me të drejtën me Monika Kryemadhi. Zonja dhe zotrinë në studio, Monika Kryemadhi. Është shumë kënaqësi për ne që ti më duk vetja si miting. Për ti tash jo, entuziazëm. Entuziazëm. Ka ritëm emision jon, ka ritëm, kujdes, ka ritëm. Mona, emisioni quhet Ndryshe, jemi ne të dy bashk. Çdo puntat. Sepse ne jemi ndryshe nga gjithë tjerët, prandaj. Nga emision kemi qenë shumë ndryshe. Javën e kaluar ishim me Jullin Imanin, ka qenë Noizi këtu Çilieta. Vetëm këngëtar pas ka pas. Jo, që nuk e shumë ndryshe. Ka qenë më gazetar. Ka qenë Eron Braçe për shkakun. Po. Anila Basha për shembull. Po. Zamir Mane. Po. Tjetër? Ka qenë zëdhënësja e PD-s Floriana Garo. Po. Po. Rregull jemi. Si jemi? Akoma nuk kem. Jo, me 48 javë duhet të kesh 48 figura. Apo jo? Jo, bëjmë dhe pushime. Bëjmë dhe pushime. Kemi pushime në janar shkurt, kemi qeshor, korri gusht. Mona, si të gjen ty ky fund vit? Cop, po megjithatë është nga ana shëndetësore është shumë mirë. Pastaj gjithë viti tjetër po themi të sa i përket karrierës, problemeve personale etj. Ka pas sigurisht ato ulje dhe ngritjet e veta, më shumë kanë qenë ulje, por ajo që ndodh gjithmonë nganjëherë në fund të vitit Zoti sjell nga i dhurat, dhuratën e Krishtlindjeve që quhet gjithmonë dhe ti fillon një etap të re. Gjë që e cila e ke fjalën për ftesën në Big Brother si opinioniste. Patjetër, ku ti shkonte në mendje që të gjithë thonin që Monika iku, nuk është më, s'është më asgjë kundi, vjen një ftesë, po themi, nga Big Brother, nga produksioni, nga televizioni Top Channel, duke ditur gjithë problematikat që ne kemi patur, dhe ti kupton që në jetën tënde të përditshme, njerëzit që ke pas gjithkohës rreth e qark, nuk janë gjë tjetër, janë vetëm njerëz që të cilët kërkojnë të përfitojnë nga ty dhe në një moment që ti si ata zhduken, treten si kripa në ujë. Dhe ndërkohë një njerëz që ti diku e ke pas në cep apo e keni vendosur njëri tjetrin në cep në kundërshtim me njëri tjetrin, të jep dorën për të ndoshta jo për të ringritur, po për të dhënë sa më pak oksigjen që ti të vazhdosh jetën tënde në normalitet. Kush ishte ky në cep që ta dorën? Po sigurisht që unë ju dini shumë mirë konfliktet e mia me Top Channelin, gjyqje, gjëra të gjitha përplasje që kemi pasur për arsye politike, ndërkohë që gjithë televizionet e tjera, po themi, unë kam qenë shumë korrekte me ta, kam sjell shumë mirë, duhet të merri nga 45 herë në ditë për të nxjerrë një lajm apo një gjë që kishte të bënte me problemet e mia, po themi, dhe konfliktet e mia me drejtësinë, ndërkohë që të gjithë mundoheshin ta fshenin lajmin për Monikën, qoftë deklaratat e Monikës në SPAK apo qoftë për ta eliminuar, për të pasur intervista, për t'i dhënë asaj shanse dhe mundësinë për t'u shpjeguar rreth po themi akuzave të saj, kur pjesa më e madhe kërkonin për të bërë skupe dhe për të bërë lajme, ndërkohë për të krijuar më shumë, po themi, precedent ndaj Monikës, sesa për ta ndihmuar atë. Ndërkohë që një televizion që un kam pas prej disa vitesh, po themi, për plasje, sigurisht që gjeti një moment dhe tha pse jo ti të vish dhe të jesh pjesë e produksionit. Isha skeptike pse të gënjej kohë, mendova thjesht si një, po themi, një kamera të fshet që mund bëheshte, por në fakt ishte e vërtet. Ishte e vërtet. Edhe sa të desh të mendohesh edhe të ktheje përgjigjen tënde pozitive. Sigurisht që duhesh te një periudhë kohe, sepse unë në radh parë duhet ta konsultoja me fëmijët, që të jemi të sinqertë. Që thanë okay, dhanë okay. Patjetër, sepse mos harrojmë që ne jemi në një sfidë familjare dhe fëmijët janë pjesë e kësaj sfide bashkë me mua dhe miq bashkëshortin tim, kështu që detyrimisht unë duhet ta diskutoja me ta në mënyrë të tillë që
unë nuk kam më kohë për të rikuperuar. Pra në qoftë se një grua apo një vajzë 25 vjeçe, 30 vjeçe, 35 vjeçe apo 40 vjeçe. Jetën përpara ka karrierë, kanë mundësi prap, unë në moshën që jam nuk e kam më këtë mundësi, kështu që një konsult me fëmijët e mi, por edhe me miqt, sigurisht, aq të pakët sa që janë, ishin kryesor. Dhe pse të them, isha skeptike, duke pas parasysh problemet që kemi patur, dhe në atë moment ti ke nevojë për njerëz që e shikojnë situatën jo thjesht bardhëzi, po e shikojnë edhe me ngjyrat, sepse në fund ditës jeta nuk është bardhëzi, jeta ka shumë kolore në ditën tënde dhe ti arrin të, nëse ti arrin të ta ndërtosh kolorin e ditës, do të fillosh të shikosh gjërat. Por në fakt, kur dëgjuam emrin e Monika Kryemadhi si opinioniste në Big Brother VIP5, një pjesë e madhe e publikut e priti surprizë. Wow, çfarë surprize, një emër surprizë, as nuk mendoi fare. Kishin kaluar edhe portalet shumë emra, jo është ky, jo do jetë ky, jo do rikthehet ajo, po asnjërit nuk ishte shkuar mendja që mund të jetë Monika Kryemadhi. Në fakt, pse të priti publiku kaq surprizues? Pse u çudit publiku me emrin tënd? Po normal çudi është. Po pse? Sepse gjithë kanë menduar që Monika është tërhequr nga kjo gjë, Monika do të bëjë jetën e vet tani. Po Monika është tërhequr nga politika, po jo nga karrika ku mund tulet t'japi opinionet e saj, siç ka bërë gjithmonë në studio televizive. Monika produksion ka bërë. Produksion ka bërë. Faktikisht mitingjet e LSI-s dhe produksion kanë qenë. Nuk janë artistike politike, po. Domethënë çonci ka, ndërkohë nëse në produksion ti i ke spektatorët, po themi apo aktorët apo ne kemi votuesit në një farë mënyrë, të cilët duhet ta ndërtosh në një fashë të tillë. Në fakt Elona nuk u çuditën njerëzit, u çuditën ata që menduan që shkatruan Monikën. Pra, nuk u çuditën dashamirësit, nuk u çuditën fansat, nuk u çuditën votuesit e mi, nuk u çuditën as familjarët, as rrethi shoqëror, por u çuditën ata të cilët kishin kontribuar në vite pak nga pak me atë pikën e ujit mbi gur për të shkatruar Monikën dhe gjithë karrierën e saj. Kështu që kur menduan që Monika nuk mund ishte gjëkulli, vjen një moment që ja pra që ka dhe jetë pas pakut, nuk ka vetëm. Po. Plus që Monika e ka filluar. Patjetër. Unë e frita në fakt pa e pyetur edhe nga konfidenca që kam pak me Monikën. Ne duam çik, domethënë përgjigje më koncise se kemi shumë pyetje për ty. Po. Atëherë këto përgjigje do fillojnë pas publicitetit, pas orës 18:15. Sigur me qenë tusin. Mos më marr, kështu më marr. Sa fleta ke bë plak është. Po sigur me qenë tus më vlla, sigur me 1, 2, 3, 4, ku ta bëjmë? 5 Mona këshushke, atë e bëjmë seri, seria pas seria. Publicitet kthehemi pas 2 minutash. Ndryshe në Top Albania Radio. Ja të kemi sërish bashk në Ndryshe në Top Albania Radio dhe është momenti për të falenderuar Max Optikën, partnerin ton kryesor në këtë rrugtim. Është dhurata ideale që mund t'i bëni vetes, të dashurit, të dashurës, prindërve, një palë syze dielli që i përkasin brendeve më të mira dhe këto i përfitoni me ulje edhe pak ditë duke ju përshtatur ofertës së fundvitit ose bëni një vizitë okulistike e cila është falas dhe gjithashtu mund të përfitoni një palë syze. Dhurat ideale nga Max Optika që gjendet kudo në qytetin ku ju jetoni, kanë Shqipërinë, Kosovë, Maqedoni, por edhe për blerje online ju vjen shumë shpejt, shumë afër Max Optika. Sa bukur që e ke thënë. Kthehemi tani. Në këtë studio vetëm unë jam me syze, kështu që me ty të shkon shumë kjo. Simona, përdor syze? Unë në fakt i kam hequr syzet, i kam pas përdor, kam ndruar atë, kam bërë operacion e lëndës se nuk i përballoja dot. E ke bërë, unë kam frikë ta bëj. Jo, mos ka problem, sepse vetëm tortura ishte me syzet e diellit që duhet të ndroje xhamin dhe duke u puthur, duke u përqafuar me njerëzit çdo 2 minuta do rishte tu pastru xhamat. Kështu që vesh po shpëtoj edhe. Dëgjoj, Mona, domethënë sa ndryshe është Monika para 2 vjetësh dhe Monika tani? Po sigurisht që është komplet ndryshe sepse ka një, po themi, fokusohet ke vetja saj, nuk fokusohet më në rrethinat rreth e qark, nuk ka, po themi, objektiv politik, sepse objektivi politik u mbyll. Kështu që tani objektivi saj është që të merret me veten dhe është ajo faza e dytë që kalon pas 50 vjeçë, që ti të duhet të përgatitesh për të bërë gati që unë them gjithmonë, domethënë duhet merresh me veten. Ke mbushur 50? Unë kam mbushur 52.
Kam hyrë bëj 52 tani në. Më na e shumë në formë edhe duke shumë. Shiko, në fakt njerëzit gjithmonë merren me pamjen time të jashtme dhe mua më pëlqen kjo gjë, biles edhe stimuloj një çik. Së fundmi në internet edhe fotot si ka qenë, si është të bezdisin këto krahasime? Fare biles më kënaqin sepse njeriu që nuk evolon për veten e vet, si mund të kërkojë të evolojë shoqërinë. Një e para, pra një njeri që s'kujdeset për veten, s'ka se si të kujdeset për rrethin e tij shoqëror. Ne të shohim femrat në politik më të vrashda, më. Ne jemi mësuar të shikojmë femrat si shofere, me të drejtën që do të si burra, sepse duhet vishesh si burr që njerëzit të respektojnë. Unë mendoj që femra e fortë është ajo që është vetvetja me sensualitetin e saj, por forcën e një gruaje nuk e jep veshja, forcën e një gruaje e jep fjala dhe sjellja e saj, integriteti, dinjiteti, edhe mënyra se si ajo sillet. Nga ana tjetër, unë dua të theksoj që sigurisht problemet që kanë pasur me smundjen kanë ndikuar jashtëzakonisht shumë para disa vitesh, domethënë që unë pata siç shumë gra në Shqipëri e kanë pasur për shkak të mungesës së asaj vaksinës që bëhet, që tani e kanë vendosur që duhet ta bëjë çdo vajzë, kanë pas kancer në qafën e mitrës. Dhe sigurisht që kam qenë në një periudhë kohe shumë të gjatë, prej 5 vjetësh në mbikëqyrje dhe më pas pata një ndërhyrje, kur një nga këto ndërhyrjet quhet operacioni plastik i imi i famshëm dhe për të cilën kanë filluar edhe që unë akuzohem në bashkëpunim me Ilir Metën për heqjen e mitrës time, pra nëse unë kam paguar 6.000 kam paguar 6.500 euro me bank dhe 5.000 euro janë paguar cash faktikisht. Mirë se ne do flasim më pak për këtë gjë. Jo, po them në aspektin e kësaj që i bie, domethënë që kjo është, por nga ana tjetër aty unë kam kuptuar sa e rëndësishme është që ti të merresh me veten, sidomos për gratë e moshës tonë. Ajo që dua të them është që nuk duhet kënë turp të merren me veten. Njerëzit mendojnë që të bërurit botoksin, acidin hialuronik e tjera quhen operacione plastike, që kjo vjen nga shkalla e ignorancës, nuk është katbe fare, është sikur të thuash në vitin 1800 pse u lave me ujë me sapun. Pra, duhet rije palar, nga ana tjetër pastaj është pse u krefe, pse u lyve etj. Kështu që edhe mirëmbajtja e jetës tënde, e pamjes tënde është sepse nëse ti s'ke respekt për veten, si pretendon të ke respekt tjerët. Aq më shumë, unë dua të bëjmë gjyshe, dua të jem gjyshe moderne. Nuk dua të jem. Po jo, pa e kemi ne për shqiptarët pak, po shiko se kjo ka ish bashortin brenda dhe tani është në një moment nuk të presin domethënë të jetë gjithmonë e kuruar. Absolutisht, secili nga ne ka jetën e vet. Jo, ka shqiptarët që do të shohin që po vuan, si më thon me të zeza, jo. Po miku jot nuk ka qef të çofi duke vuajtur, kështu që ai që do me pa të vuajtur është armiku jot, kështu që mos ja bëj qefin armikut. Vishu me të bardha. Mona ka qenë ëndër e fëmijërisë apo adoleshencës kinemaja, televizioni, se mirë si opinioniste Big Brother, po ndërkohë edhe një film është rrugës. Po, është filmi Me Fat, që është shumë interesant, dhe para ca ditësh e pam kështu linear të montuar, po pa bër kolorin, audio në këto, sepse duam që të bëjmë disa retushime që të bëhet të rreqës. Është shumë interesant, nuk është komedi, sepse faktikisht ne jemi mësuar që të shikojmë komedi dhe ç'është film aksion? Është dram aksion, sigurisht që ka dhe notat e veta, mendoj që nga ana profesionale është shumë lart. Është ka prej kohësh në Shqipëri nuk është bërë, po themi një film, po themi i tillë, është gjithmonë kanë qenë të fokusuara ke humori, për shkak sepse edhe publiku tërheq, por ne nuk e kemi bërë këtë për të fituar, por më shumë unë jam një nga producentët dhe aktore në një moment të vogël. Sigurisht erdhi në një moment shumë të rëndësishëm për mua, në një moment që në një farë mënyrë më duhej të bëja një zgjedhje për veten time. Mendoj që do të jetë interesant, ne në mars do dalim në kinema. Sigurisht që ka vështirë në një stafi të ri, pra pothuajse ka shumë të rinj pjesë e produksionit që e kanë realizuar. Dhe tjetra ajo që dua të theksoj është që mua televizioni faktikisht më ka pëlqyer. Unë kam edhe i foto me të drejtën, po nuk më mendova që do bëni këtë pyetje, kam i foto kur kam qenë 4 vjeç në Kopës duke recituar kështu me dua. Domethënë kam qenë personazh që më ka pëlqyer të qenurit në vëmendje të prezantohesh person publik, e kuptoj. Do i kthesh politikës në të ardhmen? Nuk besoj. Unë them flasim sa më pak për politikë. Nuk besoj. 2-3 pyetje do bëj politikë kësaj, nuk shpëton. Nuk besoj. Jam e interesuar fare. Nuk besoj që do t'i kthehem për shkak sepse unë mbarova ciklin tim në politikë, mendoj që shumë politikan duhet ta mbyllin ciklin e tyre dhe duhet të krijojnë një elitë të re. Faktikisht Shqipëria ka nevojë për politikë të re. Nuk do të thotë që ti je i ri dhe bën politikë të re, por mund të jesh edhe i vjetër dhe bën politikë të re. Dashje pa dashje, konsumi që ne kemi bërë njëri tjetrit
të gjitha grupet, pra PS, PD, LSI, PL apo partitë e tjera ka qenë shumë i madh dhe ne kemi dëmtuar njëri-tjetrin. Pra është ajo shpreha më hiq mua njërin sy që aty t'ia heqësh të dy. Dhe kjo është fatura që e paguan kjo klasë politike e tranzicionit. Dashje pa dashje, unë uroj që të krijohet një klasë e re politike, të jetë më e mirë se kjo e tranzicionit, sepse ne shpresuam që do vinin politikanë të rinj, por faktikisht politikanët e rinj dolën më të korruptuar se politikanët e vjetër, se po e shikojmë domethënë se çfarë ndodh, por kjo është në dorë të qytetarëve sepse ata vetë do ta zgjedhin. Nuk është kot ajo fjala, çdo popull meriton qeverinë që ka. Mendon që LSI-ja ka mbaruar si parti apo? LSI-ja e kreu misionin e saj, normalisht pati krijoi një, po themi, një gjenerat të re me djem dhe vajza. Nuk e di se sa ata do të jenë të aftë. Po ta shikosh kanë qenë mbi 15 në 20 vjet LSI kanë qenë mbi 15-16 figura të reja që vinin nga bankat e gjimnazeve dhe u bën deputet, ministra, drejtora, figura publike, kanë në media po ashtu që janë gazetar, që kanë qenë pjesë e LSI-s. Që kanë qenë pjesë e LSI-s dhe e LRI-s. Problemi është që ta ishin kjo gjenerat që u prodhua nga ajo parti politike, duhet ishin ata që duhet ta mbani dhe ta zgjeronin. Megjithatë, është si puna e saj secili shtëpinë vet, edhe është si puna që kur ti ikën nga shtëpia e prindërve mendon për shtëpinë tënde, por faktikisht nuk e di se sa të avë do të jenë ta vazhdojnë karrierën e tyre në pozicionet. Shumë pak janë politik nga ata. Mendoj që e kanë mbyll ciklin. Okej. Ka në horizont mendoni në një lider të ri që do bëhet kryeministri i ardhshëm miqës? A ka një shpresë për këtë? Jo. Mendoj që Shqipëria do shkojë në situatën që është, në fakt nuk do të bëj politik, po prap. Është ajo, domethënë, do shkojë drejt një qeverie teknike ku do të nxjerrë jashtë loje gjithë politikën e vjetër dhe do të jetë një qeveri teknike jo 2 mujore, 3 mujore, po do të jetë besoj mbi 2 vjet, për shkak për të krijuar mundësinë shoqërisë shqiptare që të krijojë një elitë të re politike. Me lidera të rinj? Me lidera të rinj. Unë këtë gjë e kam diskutuar që kur kam qenë në Shtetet Bashkuara të Amerikës që në 2019, mbas djegjes mandateve, kur ne bëm një gabim, faktikisht dhe heqja e largimi i opozitës nga parlamenti dha mundësi Ramës për të ndërtuar gjithë këtë strukturë që kapi pastaj gjithë strukturën e shtetit dhe faktikisht kjo është edhe fatura që ne duhet paguajmë që të gjithë bashkë. Ca nga veprimi që bën, ca nga mos reagimi ose nga indiferenca. Domethënë ardhmja është duket shpresdhënëse do thuash për ty. Shiko, unë them gjithmonë që Shqipëria është si tapa shishes. Pra, gjithmonë kur mbaron një cikël, thua mbaroi, s'kam asgjë, do ndodhi më asgjë, do të tjera, por ndërkohë fillojnë të dalin gjëra të reja. Mendoj që do të krijohet do të shtensionohet, se duam ne apo s'duam, ka një ngërç në ekonomi, vetë lëvizja e ekonomisë sepse janë të gjitha bizneset janë në spak, politika në spak, administrata në spak, bandat në spak, çdo gjë është në spak. Pra, në fund të ditës, në qoftë se ti e ke ndërtuar ekonominë tënde në 5 apo 6 biznese dhe këto 6 biznese janë gjitha në spak, këta janë që paguajnë, po themi, fuqinë punëtore, fuqia punëtore qarkullon paran. Kush do i blej syzet ke Max Optica? Në qoftë se nuk kanë rrogat njerëzit. Qoftë Maxi është smaku. Jo, Maxi është shtëpi vet. Jo, Maxi është në shtëpi vet, por punojnë si që do shkojnë do vinë syzet e diellit për San Valentino, për vitri, për deri. Do hyjmë në Bashkimin Evropian e fundit politik. Shikoj, ne kemi hyrë në Bashkimin Evropian sepse nuk është thjesht një procedurë hyrje, është një dëshirë e njerëzve. Njerëzit duan të janë pjesë e Bashkimit Evropian dhe ajo ka të bëjë me sjelljen e secilit nga ne. Problemi që ndron që politika ka qenë ajo që e ka vonuar gjithmonë. Do shkosh në situatat geostrategjike që ka Shqipëria, do të marrin sepse më mirë do të marri BE-ja se sa të marri lindja. Domethënë, kështu që shumë mirë. Tani ky emision është ndërtuar kështu, pak fare politik, pak tashëtheme, pak pyetje pa nivel dhe shumë Big Brother, pas pak. Shumë Big Brother. Po ç'ne kjo s'ka lidhje me Big Brother. Jo, sa do na flasim ona sot për Big Brother publicitet. Ndryshe në Top Albania Radio. Ja dhe kemi sërish bashkë në Ndryshe në Top Albania Radio. Momenti i falënderimit i shkon Flor Farmës, shtëpisë farmaceutike më serioze në vend, e cila prezanton ibuprofenin më të mirë, të parin në formën e lipstick, pa patur nevojë për ta shoqëruar me një gotë ujë. Është Damadol që vjen 200 mg për fëmijë, 400 për të rritur, gjithashtu edhe 600 që është nevoja pastaj për të patur recetën e mjekut. Damadol, fiksojeni këtë ibuprofen i cili në një periudhë
të tillë virozash, monagripërash, na duhet të kujdesemi për veten. Ti kujdesesh për veten? Unë kujdesem goxha për veten time, me thënë drejtën. Me vitamina, me gjitha i marr në forma IV se nga goja haroj, domethënë që të jemi të sinqert, pavarësisht, por Çfarë formë është? I marr në formë të serumeve, sepse edhe i kam të domosdoshme. Po. Edhe i kam të domosdoshme për shkak të moshës edhe për shkak të Mona bën palestër, han shëndetshëm. Jo, edhe për shkak të smundjes, sepse ajo mbahet nën kontroll gjithkohës. Dhe normalisht që ti duhet të forcosh imunitetin e trupit në mënyrë të tillë që të ç'bësh qelizat e këqija. Ndërkohë që mendoj që të gjithë duhet të merren me jetën e tyre, sepse unë mendoj që ne duhet jetojmë shëndetshëm që edhe kur të mbyllim, të dalim nga kjo jetë, prapë të dalim të shëndetshëm. Si mund të dalësh i shëndetshëm nga kjo jetë? Jo, deli shëndetshëm sepse s'ke pse të bëhesh barë fëmijëve. S'ke pse t'u bësh barë fëmijëve të tu e para. Ne jemi kujdesur. Jo, ne jemi kujdesur për prindrit tanë, po nuk e di ma do kujdesen fëmijët për ne. E para, e dyta mentaliteti ka ndryshuar, e treta sot smundja është bërë shumë e shtrenjtë, prandaj më mirë paguaj 2 lekë sot për të qenë që t'jeni shëndetshëm se sa të kursesh pastaj me qindra. Paguan më shumë për parandalimin se sa ta shërojnë smundje. Plus pastaj që shkenca tani, unë kam nga doktoresha ime, nuk është se kam nga Silva Ruli Shameti që unë e adhuroj atë, që thotë shëndeti yt është më i rëndësishëm se çdo gjë tjetër, sepse në fund të ditës ti duhet të jesh doktor i vetes. Mirë, ta bëjmë këtë pyetjen, do fillojmë me Big Brother. Tash Mona na e tregoi neve, Monika na e tregoi se si e kishte marrë ftesën për Big Brother edhe poja e saj për që në aty ku është në opinionista. E kam në kuptimin ti je opinioniste një reality show. Sa e rëndësishme është që të dëgjosh opinionet, ti jep opinione për tjerët. Sa e rëndësishme është që të dëgjosh opinionet e tjerëve ti. Domethënë tani që je në pozicionin që ti jep opinionin tënd. Unë thasha të ditën e parë që unë gjithë jetën kam qenë në Big Brother, pra kanë qenë të tjerët që kanë bërë opinione rreth meje për mua. Mirë apo keq s'ka rëndësi. Dhe unë e di se si ndihen ata atje brenda. Pra duhet me qenë shumë kujdesshëm me fjalë. Edhe kjo ka qenë dhe një nga, po themi, këshillat e produksionit që Monika duhet të jesh shumë e kujdesshme me banorët, ti mund t'i thuash gjërat, por duhet të gjesh fjalën e duhur për ta thënë, sepse mund të shkaktoj gjëra të ndryshme. Dhe unë aty menjëherë më kujtua vetja ime se sa ti lëndohesh, po themi në frustrimin që njerëzit kanë, po themi në rrjetet sociale apo në rruga për problemet e tyre. Pavarësisht dhe është, pra, ti tani je më e kujdesshme. Jam shumë më e kujdesshme, por edhe duhet të jesh edhe i vërtet. Pra duhet ta thuash të vërtetën me fjalë të butë, pra vritë me pambuk, mos e vrit me. Mona, je më e drejtë për drejtë apo më diplomatike në opinionet e tua? Jo, unë jam e drejtë për drejtë, por jam më e kuruar në fjalën që përdor. A të ndihmon apo nuk është avantazh fakti i famës politike në po të kisha qenë në Big Brother, do kisha qenë shumë agresive, po themi, me banorët aty brenda dhe do kisha pas do kisha pas një fjalë, sepse do luftoja. Pra fjalën do e kisha më të rëndë, ndërsa duke qenë në opinion ti nuk flet vetëm për banorët, flet edhe për një publik të tërë që është më i gjerë sa ka edhe prindrit e banorëve ose familjarët e banorëve që ti edhe mund t'i lëndosh. Po të pyesja, a e ndihmon apo nuk të ndihmon fama politike për një format argëtues si ky Big Brother? Është pak e vështirë sepse të vendos disa frena të subkonscience, pra që ti je frenuar se thua prit se mos bëj gabim se ne në politikë kalkulonim në votë. Ndërsa këtu nuk është vota për mua, është vota për banorët. Jo, edhe shikueshmëria, sepse kur thanë mos dëgjoj komentet, mos lexoj komentet, thash mua më shumë se ç'm kanë sharë, s'kam për të më sharë më. Kështu që nuk më bën përshtypje. Po në fakt si të ka prit publiku? Nuk e di se nuk i lexoj komentet, vetëm gjithë miqt, po themi që më kanë shkruar. Ka shkruar ata që kishin një vit ata që folëm në fillim që një vit e ca pa shkruar. Edhe armiqt të kanë shkruar. Edhe armiqt. Edhe ta dish armiqt të bëjnë komplimenta më shumë. Po, patjetër. Janë më racional. E kanë thënë Shkodranët. Të vetë janë qef, kështu që unë tani e kam kaluar atë fazë, kështu që jam shumë e kujdesshme, megjithatë i falenderoj sepse edhe mund të mos shkruani fare. Tani 3 prime ambë, sa kohë bëj? 3 prime. Ke pas një moment që gjatë ka show-t ke thënë po çpata që erdha këtu. Ose kur ke shkuar në shtëpi? Është ende herët. Vetmja gjë që më të merron, domethënë, është që unë gjithmonë vonë flej, nuk flej herët, kështu që nuk është problemi aty, po heqja e make-upit, e rregullimi i flokëve, domethënë se unë jam mësuar gjithmonë që kapi rrasi shpejt për 5 minuta bëj make-up.
Domethënë unë këtu gjej rastin për të përshëndetur Henry Gjatën, i cili më ka transformuar. Tani e bër tamam televizive. Jo, më ka transformuar se gjithë njerëzit domethënë atë punë ka bërë Erika Çorri o Mona tash. Jo, Erika bër flokët dhe flokët janë gjithmonë tani është bërë stili im, brendi im, domethënë. Atë Eri do ta njoh dhe unë se më pëlqejnë. Eri flokët e tua do t'i bëj bjond ta shkëlqen shumë. Ke krijuar ndonjë simpati për banorët apo s'duhet thuash gjë? Unë nuk duhet të them simpati, por ka shumë banor për mua më pëlqejnë të gjithë, janë elitar, janë një kast shumë i mirë, ndoshta për elitar të gjithë? Elitar në debat them. Në debat, okay. Në debat, se duke pas parasysh unë nuk është se kam pas ndjek shumë Big Brotherin, por ndiqja Prime sepse ne mblidhemi gjithmonë, në Prime mblidhemi grup shoqëror, ne të biles temi kemi Big Brother Kodra, që po të vësh një kamera aty, jemi disa personazhe shumë interesant, të cilët po ne të Kodrës, që biles në grup e kemi pas Big Brother Kodra dhe unë ndrova tani sepse kam grup Big Brotherin produksionin edhe edhe mos e bëj pastaj si Bleona Qereti me Vera Grabockën që u shajtën aty dhe tha e vdiqe Verën. Edhe unë mos vdes vetë pastaj aty. Kemi ca kështu që ngatroj edhe ja ndrova atë temë, por ka një gjë, domethënë, ata duke qenë çik më të përmbajtur nuk prodhojnë ngjarje, pra nuk prodhojnë tani s'është fillimi dhe. S'është fillimi, e para, e dyta, nuk janë konfliktual, të drejtë për drejtë dhe të dhunshëm, por mendoj që ka gjëra, për shembull, mund të them për Stenaldon, është shumë mirë. Po themi është e artikuluar, ka nivel në debat. E kam fjalën që jo, sepse gjithë ne kemi një, edhe po të jemi diku në pozicionin tënd jo, po edhe kur je në një juri apo Selin për shembull, më pëlqen. Ti krijon një simpati për që. Po, Selin për shembull është luftarake, pavarësisht problemeve që mund të ketë aty, domethënë i qëndron lojës saj, është e kthjellët e qartë, është shumë e pjekur për moshën që ka. Shkojmë pastaj ke Kristi, që e ka marrë me koshiencë rolin e tij, po themi ngacmues lojtar është, dhe provokator, po shumë lojtar. Pra unë mendoj që këta të tre janë shumë Miri për shembull, Miri Uesajdave, unë e njoh Mirin, por Miri po kërkon të bëj skema të vjetra, duhet dalin nga skema vjetër. Miri duhet jetë vetvetja se Miri në këndvështrimin për shembull, ëh? Jo, Stinët është futur në cep dhe po pret. Stinë si mafios, kështu që vinë si Zajcev ke armiku ke Porta, që pret momentin pushkën e Mirit, fishekët e veta dhe këdo kapi. Pra Stinët është bërë strategjist në lojë. Ndërkohë pastaj që ke Brikenën, pavarësisht se Brikena e kishim nënvlerësuar. Jo, Brikena e kemi nënvlerësuar, Brikena është e Kosovës, misi. Është strategji dhe përdor momentin në mënyrë perfekte edhe e pacip në ato që bën. Pati me Stenaldo një nuk e kam parë. Ballafaqimi, një debat 2 ditë më parë të dielën pas ditë diçka. Po, dje ka pasur ballafaqimi me Stenaldo dhe në grup të tërë, por ajo që bëri për shembull dhe Stenaldo e kuptoi sepse kur ra alarmi Brikena nuk mori Stenaldon që ta merrte për ta shoqëruar që të vishte kostumin. Ishte Stinët që e mori dhe Selin që e mori 2 kostume që ja çoi Stenaldos. Pra, kjo Brikena është shumë e kujdesshme. Pra, është kalkuluese, lojtare dhe në fund ditës ata aty prandaj kanë për të luajtur. Po merr form Bigu, po janë ndezur motorët. Mora okay se na fole për shumë prej banorëve edhe për një përzgjedhje që ti e quan më elitare këtë vit. Po unë dua të di cili është mendimi yt për Ledionin. Surprise. Shiko. Unë dua të them 2 gjëra. Unë kam jetuar në një epokë tjetër me Top Channel-in. Kam jetuar në epokën e Dritan Hoxhës. Dhe nuk kam pse ta përmend këtë, po megjithatë po e them. Dhe gjithë kjo periudhë tjetër ka qenë një periudhë komplet tjetër, këtu kanë ardhur të rinj, janë bërë produksione të reja, ka ndryshuar mentaliteti, ka ndryshuar edhe shikueshmëria për shkak të evoluimit të teknologjisë dhe shumë gjërave tjera. Ledioni është rritur jashtëzakonisht shumë. Po shumë. Dhe pse e them këtë? E para një herë, ai solariteti që ai ka vetë si individ,
që kur hyn në studio, që kur ti e takon, pra ka një energji shumë pozitive rreth vetes tij, të cilën ai e shpërndan dhe e përcjell tek të tjerët. Ndryshe po themi nga negativiteti që ne ndjejmë gjithmonë këtë, për shembull kur janë njerëz që janë në këtë. E para, e dyta, është shumë elokuent, është për mua ka një sjellje grande në studio, komunikues, është shumë është dhe i bukur në ekrane, nuk kemi çfarë. Shiko, tani që përveç, shiko, anën e imazhit është kush jam unë që ta diskutoj, por ka prezencë dhe është ime më sa herë Deledioni doli Hollywoodi. Patjetër është Hollywoodi. Edhe unë për më shumë tut jam, po dal bukur në ekran. Jo, ti je Bollywoodi. Shiko, unë jam Bollywoodi, ai është Hollywoodi. Shiko se ka dal Korea tash. Është Kore Jugu. Kore Buke Jugu. Kështu që janë, por është jashtëzakonisht, më pëlqen shumë, domethënë dhe ndjem mirë. Ashtu sikurse edhe me Arbrin, ëh. Sa do të pyesja edhe për Arbrin, do doja edhe një mendim për Arbrin që publiku po pret tani. A do shkojnë mirë ata të dy apo Arbri do t'i bëjë ca batuta, ca ironia siç ka bërë. Jo, më duket Arbri është i drejtë për drejtë si opinionist. Kurse ti në natyrë je drejt për drejt, aty je pak më e kamufluar. Nuk ka përshtypjen që do jetë shumë interesante. Mos është fillimi. Jo, fillim pra. Kam përshtypjen ju do keni debate, unë pëlqen kur debatojnë. Shiko, Arbri është i drejt për drejt e para punës, e dyta punës Arbri ka eksperiencën e ka lindur, por nuk po them që e ka eksperiencën nga Big Brother, ka eksperiencën edhe nga puna vetë që bën, ëh. Sigurisht, por Big Brother ka 4 edicione që bën. Kontakti me njerëzit, kontakti tjerë dhe i njeh gjërat, sepse edhe dyta është edhe një eksperiencë nga ajo. Por ajo që mua më pëlqen është që Arbri për shembull më iluminon në momente të caktuara, sepse ne bëjmë një mbledhje përpara asaj përpara Prime-it, ku Arbri për shembull më orienton si e shoh unë një këndvështrim tim dhe si e shef Arbri. Pra nëse unë e shoh një veprim të banorëve në këndvështrimin tim, po themi politik, mama, ndërsa ai jep një version tjetër, ndërsa ai jep një version tjetër dhe ne pastaj vendosim pozicionet tona që ne do të kemi. Pavarësisht, unë mendoja që produksioni do na kërkonte qëndrime të caktuara, ata absolutisht jo, vetëm na thonë Thuaj mendimin tënd. Soni mendimin tuaj, na japin çfarë ka ndodhur faktikisht gjatë javës, edhe pse ne mos na tregon detaje. Jo, po thuhet edhe në fillim të show, çdo mendim është personal dhe nuk është fare. Është shumë e rëndësishme për ta shpjeguar, sepse un kam qenë skeptike dhe paragjykuese në këtë gjë. Kështu që prandaj njeriu nganjëherë duhet ta mbylli qepe. Theti pak më parë që ndryshe do isha unë banore, ndoshta më luftarake, kështu si politikane, se edhe ndryshe opinioniste, pa ke menduar ndonjëherë me vërtet futesh në Big Brother më? Ja, nuk e bëj dot. Nuk e bën dot. Nuk e bëj dot sepse për shkakun se po do tjerë ças po bëjnë në një Big Brother. Shiko, mendoj që ka të bëjë me gjërat ku njerëzit nuk dinë ç'a duan, edhe prandaj un kam akoma sfida të tjera në jetë. Përveç fëmijëve kam sfidë edhe me veten time. Pra, duke ikur nga politika, cila do të jetë e ardhmja ime, sepse un ajo që them, në një moshë jam un as nuk jam e vjetër për ta mbyllur jetën time dhe karrierën time, por nuk jam as e re për të rifilluar një karrierë të re. Kështu që sfida me mua nuk është brenda Big Brotherit, sfida me mua është jashtë Big Brotherit. Gjithë jeta ime, 33 vjet në politikë, ka qenë një Big Brother, kështu që nuk është se kam ndonjë eksperiencë. Je lodhur nga kjo gjëja. Po është ti po ty aty humb më shumë se sa fiton. Më shumë fiton po mos ish brenda, mendoj unë. Gjithsesi, dy pyetje të shpejta kam. Kë ke më shumë fans nga fëmijët, fans për opinionisten që je? Kush të kritikon më shumë? Erën kam përshtypjen. Bora është analitike dhe është shumë analizuese, ndërsa Era është suporti i arit dhe imazhit tim. Kështu që Era më mban Instagramin, Era më Instagramin. Po, Era më mban Instagramin. Është edhe një goca ime, Sara Alvora, e cila është bërë mam tani dhe ka një gocë të vogël dhe e ka pak më të vështirë për të më ndjekur nga mbrapa, por Era është ajo që më ndjek. Ndërsa Besari pastaj është siç janë gjithmonë çunat që kur bëhen burra janë indiferent. Edhe shoqja që ndoshta nuk e di fare që janë. Jo, e di sepse ai ka qenë kundër pjesëmarrjes time në film, dhe shoqja e tij, e dashura e tij, i tha që
pse ajo ka jetën e vet, ç'të duhet ty, domethënë pse do ndërhyshën. Domethënë dhe janë disa momente që kuptuam dhe marrëdhënien me Nusen. Po. Thonë që Iliri të ndjek nga burgu. Të kënaq kjo gjë? Jo, nuk më kënaq. Nuk të kënaq. Ja. Pse të mendoj që të paragjykon, të gjykon? Jo, nuk është se kam më mendim se më paragjykon apo më gjykon, por nuk dua të kem asnjë lidhje me të. As në mendim. Këtu duhet ajo muzika e Big Brotherit. Mona, i lexon komentet që bëjnë për ty? Jo. Jo. Do jetë ky Bigu më i mirë nga gjithë ata të tjerët, Bigu më i miri të gjitha kohërave? Unë mendoj që është sfidë e produksionit në radhë parë, por edhe unë si një pikë në oqean në këtë produksion, që është sfida jonë për ta kthyer Bigun në një instrument që jo të mos bëjmë kopje e çdo Bigu, po çdo Big të ketë individualitetin e vet. Dhe kjo është edhe një nga motot ose gjërat që unë ju kërkoj edhe banorëve që ore bëni lojën tuaj, mos bëni kopjet e bigjeve të shkuara. Të shkuara. Jemi në fund të orës parë. Jemi në fund të orës parë? Jemi në fund të orës parë. Sa shpejt i ora parë, Mona? Kisha diçka për të thënë. Jo, s'kisha asgjë për të thënë. Neve pas pak do kthehemi me thashë theme, me pyetje pa nivel, po Monikës do ja bësh dhe atë rubrikën. T'ja bëjmë rubrikën? Mos ja themi, t'ja bëjmë surprizë, mos ja bëjmë thotë surprizë. Publicitet, ka lajmet e orës 19 dhe ne kthehemi në pjesën e dytë të ndryshe, mos u largoni nga Top Albania Radio, se biseda në vazhdim do jetë edhe më e bukur. Ndryshe në Top Albania Radio. Ja, kur i kthehemi në këtë studio ku me thënë drejtën, Mona po na sfidon pak se po mban ti atë, domethënë peshën kryesore të emisionit. Po me përgjigjet e tua. Sa lajme do dalin nga ky emision, sa lajme do dalim tani, jemi tek bëjmë pak thashë theme. Sa në orën e parë folëm shtruar gjatë, folëm për politikën, për Bigun. Je kështu natyrë që i beson thashë themeve apo do ta vërtetosh një thashë theme? I kam pas bikuris, kështu që duhet i vërtetoj. Do t'i vërtetoj. Edhe i mirë kuptoj. Atëre, pak thashë theme. Thonë që ti ke paguar lek për të hyrë opinionistën Big Brother. Sa milion euro? Ma di ka shkuar dje 1 milion euro. Po, kur bëra operacionin 280.000 euro për ty në Big Brother, 2.800.000. Thonë që nuk je single dhe ke një të dashur femër. Sa qef do ishte. Në vërtet? Të dashur do të thotë të kesh njerëzit rreth e qark vetes tënde. Një të dashur femër, publikoni foto e kështu. Të dashur partnere për seks. Seksuale. Ja, nuk besoj, nuk hyn në shihet e mia. Okej. Po të dashur mashkull ke? Ja. Jo. Je single? Jam single. Je single. Thonë që shkon takon metën në burg. Ja. Dhe gjitha ato kamera që ka rreth e qark. Imagjino tash ku do shkosh. Ka kërkuar ndonjëherë meta të shkosh të takosh? Ja. Jo. Domethënë keni hequr dorë përfundimisht ju, a? Po. Thonë që ke rrahur Teddy Blushin. Me qef të madh, e ka shpëtuar Elona Guri se do e kisha rrafi ditë. Do e kisha rrah? Po. Ka qenë ajo që më ka mbajt se. Po pse do ta rrafsh? Për qef. E meriton? Për qef. Sipas te. Të rrafsh për qef. Unë nuk rraf njëri që se meriton. Kujdesu po na bie. Thonë që kur shkon paraqitesh në SPAK bën gallat aty me prokurorën. Po, është vërtet, sepse dhe ata vetë kanë kuptuar që çdo gjë ishte politike, kanë hyrë tani në këtë vallë edhe s'din si dalin. Jo, se më vjen shumë ajo që akuzoni ti me Ilir Metën për mitrën tënde që ke bërë operacion. Po, bashkëpunim. Kjo është akuza? Bashkëpunim? Po, bashkëpunim. Bashkëpunim çdo thotë që ai ka dashur ta heqë, ti s'ke dashur ta heqësh. Unë kam dashur ta heqë, ai s'ka dashur ta heqë. O salsa. Edhe fitoi Iliri? Jo, ai tha gjysma është e ime, gjysma është e jotja. Ti kë kishe nga qafa e lartë apo? Unë e kisha majtas, ai e kishte djathtas. Djathtas e ti majtas. Mona thonë që ke ngel pa kokën leku. S'ke lek. Leku im më i madh janë fëmijët e mi, kështu që pasuri është, absolutisht. Një miku im thotë që pasuria, se thotë gjithmonë ti do pasurohesh, më thotë mua. Më thënë thotë gjithë miqve. Manifesto. Ti do pasurohesh mbasi ndahemi, thotë ti do pasurohesh. Edhe kemi kaq vite, 20 vjet, po s'u pasuru mirë. Gjitha pasuria më e madhe janë miqt, shokët, familja, fëmijët, miqt s'janë fare, por me thënë drejtën kam pas babain tim që thotë gjithmonë mos thuaj skam se të kap skamja. Kështu që thuaj gjithmonë kam dhe do të kem. Do të kem. Po. Thonë që do ikësh nga Shqipëria. Jo, ta lësh Shqipërinë. nuk ikin nga Shqipëria, e para herë thashë themet që ke në Shqipëri nuk e ke gjikundi, e dyta koha që ke në Shqipëri nuk e ke gjikundi. Ktu ke ca gjona kështu që janë
Ushqimin që ke këtu nuk e ke Gjukundi? Unë me thënë drejtën preferoj ta shikoj Shqipërinë si vend mesatar, nuk preferoj ta shikoj Shqipërinë si vend ballkanik. Një nga gabimet që bëjmë ne të gjithë edhe në marketingin e gjithë, njerëzit për shembull duan të shkojnë në Greqi ose në Itali, që në fund ditës janë dy vende si puna jonë, vende mesatare. Ne s'kemi asnjë gjë të përbashkët, as me Serbinë, as me Bullgarinë, as me Rumaninë, që janë vende ballkanike dhe ne jemi perëndimor pa diskutim te nga perëndimi. Jemi shumë mesdhetar. Pra, ti kur vi të huaj këtu vdesim për ushqimin, për atmosferën, ne jemi mikpritëse natyrore. Ke parti ndonjë turist të gravitet ose të vritet në Shqipëri shumë rrap. Jemi një nga vendet më safe në botë, është e vërtetë. Është e vërtetë, pavarësisht se nuk është safe për ne. Për të huaj. Po për të huaj është një nga vendet më safe. Thonë që kur të dalë Ilir Meta nga burgu ti do të martohesh sërish dhe se i gjitha kjo është një lojë dhe ky është një nga thashë temat që unë dëgjoj më shpesh. Mos e po bëjnë lojë për arsye politike. Unë dhe Ilir Meta mund të bëhemi dashnor me njëri tjetrin, por burrë grua jo. Oh? Më pëlqeu kjo. Që do më thënë, Iliri është shumë i mirë në seks. Atë mos e vëj në dyshim. As mos guxon. Kjo më pëlqeu shumë. Monika Kryemari, dashnorja e re e Ilir Metës. Kanë gjithë jetën ndërkombëtar. Thonë që në film atë pjesën e vogël që ke erotike. Është vërtet? Le ta shikojnë njerëzit. Si Mamona ka një skenë erotike? Po le ta shikojnë me një vajzë? Si do ta mendojnë si duan, Le ta shikojnë filmin. Shiko. Tani thonë që kjo është gati kështu halucinative si pyetje, thonë që ti je klon, nuk je Monika vërtet. Monika vërtet ka ikë. Do ishte mirë. Do ishte mirë se do vërtetonim biologjikisht që ekziston. Sepse një vajzë që një zonë që ne thresim her pas here, thrasim këtu. Pranverën thotë që Meta thot për Ramën që është klon, që nuk është i vërtet. Ka qenë Biden klon, edhe Putin është klon. Po tani së fundi edhe për ty, thonë që e klon. S'ka në gjë të keqe, prap interesant, njerëzit vazhdojnë të ndjekin. Si është sjellja njerëzore ndaj klonit? Mirë, ti tre të parëve nuk ka dalë keq. Si ka dalë keq? Po e provoj dhe unë. Thonë që ti kur të mbaroj Big Brotheri do bësh një emision në Top Channel vetëm ti. Është e vërtetë? Ja. Nuk besoj, ja. Jo. Nuk e dihet, si dihet asnjë. Mirë, në fakt never say never. Kemi parë shumë figura të politikës që janë dedikuar televizionit. Nuk e di, nuk është shiko se njerëzit mund të duket shumë e kollajshme, po kërkon përgjegjësi shumë të madhe, angazhim shumë të madh dhe seriozitet shumë të madh. Nëse do të jesh njëri publik mediatik, po themi, jo politik. Kështu që mendoj që është e vështirë. Mona, po të shijon kjo gjëja që po bën? Më të pëlqen 2 herë në javë në Top Channel, opinioniste në Big Brother, gjithë ato përgatitje që the shkoj merre me flokët, me grimin, pastaj kemi. Me thënë të drejtën është interesante. Nuk është se ka ndonjë kështu po themi angazhim, sepse nuk e di si do jetë më vonë, por deri tani është mjep komoditet, nuk është se kanë je në një comfort zone. E kam bërë këtë gjë për të tjerët që nuk ma kanë ditë kurrë për nder, jo më tani që po e bëj për veten time. Kështu që është një lloj gjë e mirë, domethënë. Salcano përgatit gjithashtu një rubrikë e cila quhet pyetje pa nivel. Domethënë deri tani kemi pas me shumë nivel, po tani do bëjmë disa pyetje pa nivel. Nuk e di, mos jemi në limitet e Jo, jemi shumë mirë me kohën. E publicitetit, nuk e mos na lësh për gjysmë. Kisha dhe një thasha them, thonë që ti e ke shumë mirë me Edi Ramën. Është e vërtet? Nuk është se e kam shumë mirë me Edi Ramën, se po ta kisha shumë mirë nuk do e kisha gjyt me çizme, por e kuptoj shumë mirë Edi Ramën, kam përshtypjen që ai më kupton shumë mirë mua. Më pëlqeu kjo përgjigje. Të tjerët që kanë qenë kryeministra nuk më kanë kuptuar asnjëherë. Dhe Ilir Meta s'ka kuptuar asnjëherë. Jo, absolutisht asnjëherë, gjithmonë kam qenë larg. Okej, mi kemi sa pyetje pa nivel tash. Përveç Bigu, çfarë bën tani që je pa punë? Çfarë bën tani që je pa punë? Pres lek me gërshër. Gërshër të mëdha apo të vogla? S'ka rëndësi gërshërët janë. Si e vogël, si e madhe, pres. Po Mona, ke ti frikë ai një grua që friksohesh? Për shembull, a ke frikë ti mos dënohesh? Fare. Absolutisht. Sepse ti që s'do dënohesh apo çfarë? Jo, s'ka të bëj fare ajo. Unë kam thënë dhe vazhdoj ta them, për njerëz si puna jon, burgu është jashtë, nuk është brenda.
aq më shumë në rastin ton ti burgos qenien, objektin, por nuk burgos dot shpirtin. Kështu që shpirtin nuk ta burgos dot njerëz, është joti. Kështu që Po mirë, çfarë të frikson më shumë? fëmijët. Dhe për të jam e pallogaritshme, domethënë se çfarë mund bëj. Pra kush ngacmon fëmijët e mi, kush cënon fëmijët e mi, ta di që ka përballë Një bish. jo bish. Band, grup të strukturuar kriminal, vrasës me pagesë, vrasës pa pagesë, vrasës Gjithaj ka, serial, krime kundër njerëzimit, çdo gjë. Nuk ka pse të do. Kështu që po Jo. them në këtë drejtim jam e pa llogaritshme. Kështu që pastaj me Monikën dhe të tjerat le të bëjnë çfarë duan. Po frika supersticizma, për shembull, se di. Jo, frikë kam të mos ju bjerë njerëzve në qafë, sepse unë vazhdoj dhe besoj karma is a bitch, prach. What's gone Çfarë around, bën? come around, Do të domethënë, do të kthehet ty dhe jam munduar që gjatë gjithë jetës time të jem shumë e kujdesshme në këtë drejtim, sepse them që çdo gjë që ti do ta mbjellësh do ta korrësh një ditë. Kështu që Edhe me kjo që është. jemi këtu, dikush që mund të ketë lënduar, të ka bërë keq, a do t'ja falje ndonjëherë? Unë mendoj që çdo njeri që më ka bërë keq ka fituar diçka. Pra, ti bëjmë keq Monikës se fitoj disa para, ti bëj keq Monikës se fitoj disa tendera, ti bëj keq Monikës se fitoj pushtet për vetë. Ti bëj keq Monikës se i marr atë çfarë ajo ka dhe faktikisht po shoh që të gjithë që më kanë bërë keq mua deri më sot, po ju vjen në radha me si është ajo, me radhë. Unë jam ke bregu lumit tani dhe po shoh Dhe se po si shes, si rrjedhin, ha? si sjell lumi që të gjitha. Po më do ta bëj më kështu, kujt s'do t'ja falje kur, një emër, ke që s'do t'ja fal kur atë që ka bërë për mua. Në fakt ata që më cënuan familjen. Spaku. Aty kush janë gjithë, smak, partia, Partia. brenda, gjithë aty, bashkë janë. Por ka dhe një gjë tjetër që çdo e keqe e ka një të mirë dhe çdo e mirë e ka një të keqe. Ata vërtet ma cënuan familjen, por treguan edhe se çfarë domethënë unë njofta ish bashkëshortin tim, sigurisht që edhe ai më njofti mua. Edhe fëmijët na njoftën të dyve bashkë. Do të thënë Iliri që ka gabime i madh në jetë. Jo, nuk mendoj që është gabimi më i madh i Ilirit në jetë. Mund të kem edhe unë gabimet e mia, të cilat Jo gabimi jot, jo gabimi i Ilirit. Jo, në marrëdhënie me të, por që them domethënë gjithmonë mbas çdo të keqe mundohem që të marr të mirën asaj të keqe dhe të mos ngelem ke e keqja. E keqja iku erdhi, ta dha goditjen, ti vazhdo merri të mirën dhe hec përpara. Dgjoj, po e shijon këtë beqarin? Shiko, për moshën që kam, Po. se gratë kanë frikë të thonë jo menopauza, jo dërët, edhe po e shijoj, Edhe me po thënë shijoj. drejtën. Domethënë është ti merresh me veten, konsolidon veten Se kam tënde. dëgjuar një shprehje që mua s'm pëlqen fare si shprehje, po më duket e burr nga ana kështu e fjalorit shqiptar. Kush, Burri në cilat? shtëpi si qimi angoj. Jo, mos e merr ashtu. Jo, E madhe ti qimi angoj, jo. Prije ta dëgjoj kjo ka dalë kur vin gratë në moshën time, sepse fillojnë krijojnë pavarësitë e veta emocionale dhe ndrohen pozicionet, pra burrat bëhen si gratë kur kanë qenë 34 vjeç që kishin frikë ku iku, mos ma drodhi, mos Da. mos ashtu. Ndërkohë që ndrojnë vendet. Pra gratë bëhen si burrat Që nuk e duan fare dhe inshallah po jo, që janë ikën. indiferente, që çdo që të ndodhi, s'ka çfarë të ndodhi, unë çka kisha për të bërë i bëra, fëmijët, familja etj etj. Por është një parcalet që thotë që njëri i vdiq gruaja, edhe doli para pasqyrës. Edhe filloi të thonte çatë vetëm. Kështu që Edhe ti para pasqyrës të këngë shumë para. herë, e kam dëgjuar shumë herë të Barsaletën dhe këtë këngë. Gjela vetëm. Sigurisht që kur je vetëm fare, normal që ti kthehesh në memorjet e tua, në gjërat e tua, por pavarësisht nga kjo e gjitha, babai i fëmijëve të mi, Ilir Meta, është pjesë e jetës dhe familjes Patjetër. tonë, pavarësisht se ne, dhe ky ka qenë një nga kushtet e fëmijëve. Unë nuk kam hequr asnjë fotografi të tij në shtëpi, siç kanë qenë, ashtu janë, sepse nuk pranoj fëmijët, edhe pse unë në momentet e të dëshpëruara, sa s'mund të them unë që nuk kam qenë e Po. dëshpëruar, nuk u mërzita, u bëra grua e fortë etj, por është tjetër gjë, forcia është ajo çfarë ti kam kaluar patjetër si gjitha gratë që divorcohen, aq më shumë një grua si puna ime që e dëgjon nga televizori, divorcin pa marr asnjë lloj shpjegimi. Fëmijët doja që t'i hiqja fotot sepse doja që mos kisha Të bëje më me mos kisha ngarkesë emocionale sepse
çdo javë ishim me problemet e gjyqit, avokatët, spaku, gjyqje, gjëra. Dhe vjen një kështu që Thashë themet, se tani të flasim atë që është, se ne betejën më të madhe kemi pas me mediat. Me mediat. Mediat kanë qenë ata që kanë shpifur, kanë stisur, kanë bërë jo minirat e Floririt, jo operacionet plastike, jo pastrimi parave, jo leshi, jo preshi, kur erdhi puna, akuzohesh për mitrën, për hotel, për jo ke Bileta, deklaru këtë, jo s'ke deklaru atë, jo po kushuriri, jo po leshi, jo po preshi, jo po dreqe, jo po shejtani dhe në fund të ditës ti Muhabet leshi me fjalë. muhabet leshi. Mona, a je penduar për ndonjë gjë në jetë? Po, Në pendese po, jam penduar. Që ta kisha bën Jam ndryshe. penduar, kam kuptuar që unë kam investuar tek të tjerët, kam investuar tek partia, kam investuar tek politika, duhet kisha investuar tek vetja ime dhe tek fëmijët e mi. Më shumë se sa. Më shumë, Ka ndryshuar raporti i fëmijëve me Ilirin? shumë. Do të Jashtëzakonisht shumë, janë shumë të lidhur me të. Ato e takojnë javë për javë, nuk mund të ta takojnë të tre, sepse 12 janë kthyer përfundimisht jetojnë, punojnë në Shqipëri, ndërsa e vogla është akoma në shkollë në vit të dytë dhe kur vjen që ka ato periudhat e pushimit, ato nuk mund shkojnë dot të tre, shkojnë vetëm 2, se kanë të limituar takimet, por është e rëndësishme që ato mendoj që e kanë takuar më shpesh babain e vet dhe bisedojnë më shpesh me babain e vet. Tani që është brenda Tani që se sa është brenda kur ka se qenë sa jashtë. kur kanë qenë jashtë. Po se nuk të lejnë kërmillat kur je jashtë. Mirë. Ka qenë ai filmi vizatimor Salsano, pa brir ti e mbret. Pa brir je pasha. pasha, Pa brir është edhe moda. Pyetja në 6, vazhdo kolegi dashur. Në qoftë se do të ishin në Big Brother këta emra. Edi Rama, Ilir Meta, Sali Berisha, Erisa Spiropali, Elisa. Erisa Xhixho, Belinda Balluku, Erion Braçe, Adriatik Llapaj, Agron Shehaj, Arlin Qorri, Nard Doka, Peleshi dhe Gazbardi. Kush do ta fitonte Bigun nga këta? Mbanë gjitha po. Po. Do ta fitonte Ilir Meta. Ilir Meta që njoh unë, Po. Jo Ilir Meta. Jo që është Jo Ilir Meta i grupit parlamentar tanishëm, Ilir Meta që njoh unë do ta fitonte. Rama do dilte Një sekond. Prit, Kush do prit, dilte prit. me zarf zi? Rama. Kush do befasonte për mirë? Kush që do ndryshonte se s'ka qenë kështu jashtë, tu brenda që ka tjetër njëri. Erion Braçe do befasonte, sepse do të ishte ashtu siç është, domethënë emocional etj, do befasonte sepse është i artikuluar dhe Do befasonte për mirë do Eloni, ha? befasonte për mirë. Kush do të binte dashuria aty brenda nga këta? Nga këta që bie shpesh dashuri, shumë. Me cilën Po Bardhi, Peleshi, Noka, Qorri, She, Llapaj, Belinda, Spiropali. Niko them unë. Niko Niko. Peleshi do binte dashuria aty Po, brenda. se është soft, është Me soft. kë. Me kë. Nuk ka rëndësi me kë, po Po do binte. do binte, domethënë do binte sepse është soft, është njëri Kush do sensual, qante më emocional. shumë? Erisa. Erisa Xhixho do të qante. Po çfarë do qante? Pse hyri brenda? Jo, është emocionale. Erisa mund dilte dhe si Drini Zeqo që të sanë së parë. Pse e thua? Javën e parë? Po. Pse e thua? S'duron dot. Po, është emocionale, është fragil, nuk e përballon dot luftën të Debatin. drejt për drejt. Domethënë, kur është mes dy zjarreve, ajo ikën. Domethënë, ndërkohë që ti kur je mes dy zjarre duhet luftosh. E kuptoj. Kush do linte do dilte vet, me fjalë u mërzita këtu nuk e duroj dot, nuk e përballoj dot. Përveç Adriatiku them. Ju nuk bëni, jeni kështu. Ndërkohë dhe muzika e Big Brotherit në fond. Dudum. kush do Mirë. zije më shumë me opinionistët nga këta? Gazbardi. Gazbar. Nuk bonohet fare. Aq mirë i njeh, i njeh mirë. Jo, po sepse ai i zihet njoh, kot në kot. Jo, nuk është se zihet kot në kot, ka argument, por ai e shikon në këndvështrimin ligjor, nuk e shikon si case, nuk e shikon kuptoj. emocionale. Pra Gazi në gjithë artikulimin e vet nuk bën kalkulim emocional. Do ishte një avokat shumë i mirë, konstitucionalist shumë i mirë. Dhe para se të kalojmë tek rubrika e fundit që ne përgatisim edhe që qeshin me lot gjithë dynjaja aty. Mona, çfarë kur je ulur aty në koltuk, çfarë mendon se do të surprizoj shumë ty nga ky Big Brother?
Kur e çon pak më larg. Situatat. Situatat mendoj që do më surprizojnë, sepse ti mund të nisësh në një këndvështrim tjetër për ta analizuar dhe ndërkohë të ndodhë një gjë tjetër dhe ta hedh poshtë gjithë skemën tënde, po themi ta saj. Dhe tjetra është që unë aty nuk flas dot në emër të një grupimi të caktuar. Unë duhet flas për veten time, pra çfarë mendoj unë vet. Dhe kjo është pak, po themi sepse unë nuk bëj dot anë banorësh, sepse të gjithë i mirë kuptoj. Pavarësisht nga, po themi, teknikat që ata përdorin. A ka diçka që publiku nuk e sheh, por ti e ulur aty në studio e ndjen brenda studios? Po patjetër. Është ajo pesha e produksionit që ti ke mbi shpatulla dhe ke me një fjalë tënde ti mund të rënosh jetën e dikujt brenda në atë shtëpi, pra në shtëpinë më të famshme të shqiptarëve. Rënon jetën e tij, por pasojat i kanë dhe familjarët, dhe sigurisht që është një peshë shumë e madhe që publiku nuk e shikon, publiku e shikon si një estradë, po themi për momentin, ose thjesht si një show argëtues, si një spektakël, erdhi çudia më e madhe, ti kënaqesh dhe 3 ditë maksimumi mund zgjasë ose 3 orë. Por faktikisht pasojat që ata kanë. A ka rrezik që ti si opinioniste të bëhesh pjesë e lojës pa e kuptuar? Po ka rrezik shumë të madh, sepse ti krijon emocione dhe njerëzore është, por është autorët të mbajnë me këmbë tokë, domethënë që prit kujdes mos u përfshi, sigurisht që edhe kolegu Arbe në krah. Okej, mirë, ne do të kthehemi pas orës 19:30 për të bërë atë rubrikën me politikë dhe me publicitet. Kthehemi pas pak. Fol se unë po dëgjoj. E mbylla, kthehemi pas pak. Ndryshe, në Top Albania Radio. Ja të kemi sërish bashk dhe jemi tani për këtë ndërhyrje të fundit përpara se t'ju japim urimet e vitit 3, se ka nisur countdowni dhe pak orë vjen 2026. Zakonisht personazhet e politikës, që tani Mona nuk është më, po ka qenë politik shumë vite. 33 vite the Monika? E bëjmë pak shumë, po them për dëgjuesit boring nga të situatën kur bëjnë talk show ose kur bën një emision me fjalë. Nuk e di, po ky emision sot na ka ikë për shalësh temën, ai shpejt iku. Fluturoi koha. Domethënë që jemi kënaq me ty, Mona. Yes. Tani ne kemi një rubrikë që zakonisht ja bëjmë artistëve. Po ti tani po futesh në këtë, po them, në komunitetin artistik. Je në atë ambientin e midis. Po, që duhet televizion po merret, aktore po publikohet. Është në tendencë. Është akoma me një këmbë këtej. Jam akoma në garë. Okej. Tani me që ti ke bërë më shumë politikë në jetën tënde, ne me këtë do ta lidhim. Në vend të fjalës seks, ne do vëmë fjalën politik. Kuptova. E ti do përgjigjesh? Pra, domethënë unë do të pyes për politik, ti përgjigj për seks. A do të them fjalën seks, si do ta zëvendësosh në politikë? Po ti pse e tregon? Ja, kështu po të them. Në vend të fjalës seks, kemi fjalën politik. Ka qenë politika jote gjatë gjithë këtyre viteve një politikë e nivelit mirë? Po. Shumë e lartë. E nivelit lartë. Po. Si dush ti? Sa ke pa për politikë në jetë? 2 ditë para se të ndahesha me Ilir Metën. Ajo ka qenë politika fundit? Po. Do me thënë ka një 2 vjet pa bërë politikë. Në mars bëjmë 2. Po ne që ja pas kemi numëru. Ne tu i numëru ditët sa ka pa bërë politikë, Monika. Monika së shmarë, se kam pa fare të merret në politikë. Je do t'y ruar gjithmonë kur bën politikë të hapësh këmbët? Jo gjithmonë. Ka dhe pozicione tjera. Si Oskar Olandikari. Ke dështuar ndonjëherë në politikë? Asnjëherë. Asnjëherë. Jo. Tani të pëlqen të bësh? Nuk dështoj dot unë politikë, nëse aty që ke përballë. Është i dobët. Jo, është i lartë. Është i lartë ai. Kështu që s'mund të dështosh, është reciproke. Të pëlqen të bësh politikë me mendjen tënde që nuk dua ta stimuloj se më shkon ke njëjti vend. Ke njëjti vend shkon mend. Ke njëjti politikan. Po dhe ti Mona më tash. Po vetë se je sinqert, unë shquhem për sinqeritet. Tani që po bën Big Brother, shkon Ermena thotë pse po s'bëj politik, po rri bëher me Big Brother. Se s'kam
S'ke politikan. Jam politikan. Kush bën më me politikë, majtët apo djathët? Unë mendoj që politikani im ka qenë si majta, si djatha, si qendër, ka qenë shumë mirë, kështu që se di të tjerët se si e kanë. Ai që njeh ti, domethënë. Ai që njoh unë. Kush bën politikë më mirë se ty? Po ka sa dush, do tani kanë dalë në treg. Ke sa duash, domethënë Që mendon ti që kjo mund bëj më mirë se mua se ky? tash këtë radhë Big Brother nuk ka ashu. Nuk ka. Nga ato që bën politikë. Prandaj dhe më ka pëlqyer kasti, me thënë drejtën. Thonë që politika është është e vërtet? Ja. Politika nuk është politika. Kur të bësh politik? A do bësh politikë 2026? Politika bëhet në disa mënyra. Ka mënyrë njerëzore, biologjike, ka edhe Shpirtërore. mënyrë virtuale. Virtuale. Po, që mund të jetë. Ke bërë politikë online ndonjëherë? Akoma jo, s'kam bërë online, Online akoma nuk e nësjerë. kam menduar, po do ta provoj kuj dihet. Kujt dihet? Mund bësh dhe politikë online, Do ë? kënaqen me digital. Ato që janë ato AI-et, Me inteligjencë me inteligjencë artificiale. U artificiale. nisën montazhet tani, Ikën montazhet. pa mbaruar emisioni. Po s'ka gjë, do shërbim për një Mirë, gjë të pyetja paktën. ishte në 2026 do bësh politikë apo ke heq dorë? Shiko, Nëse del Ilir Meta nga Burgu, do bëhet dashnorja. Një njeri si puna ime e ka harxuar shumë energjinë, domethënë në të menduar në politikë, në angazhimet e tjera. Dhe mendoj që politika vjen kur një është kur bën politikë më shumë se ç'duhet, ose e ke biologjike dhe ti e zëvendëson se të duhet, ose ke problem të lindur, pra që ka njerëz që janë manjak në politikë, ose pastaj ti ri gjithë ditën sa ta mbash me dorë, më mirë po bëj politikë. Me kaq. Sonja dhe s'ka Zotrin, nevojë, kjo më. është Monika Kryevani. Jo, do ta mbyllim me një urim që duhet bësh ti për vitin e ri. Po, Kujt duhet bësh duash? një urim, Jo, po, popullit po, s'kemi po, nevojë të bëjmë kështu, nëse ke një urim Ku të dojë si të dojë, edhe popullit më pse? Okej. Popullit, po. Unë në radh parë uroj fëmijët e mi që 2026 të jetë një vit i mbar, i suksesshëm për ta, i qetë, edhe me dashuri plot, ashtu siç janë të rrethuar nga të dashurit e tyre, ti mbajnë fort, ti duan dhe ti respektojnë, sepse është shumë e rëndësishme që të kesh një shok në krah me cilën ti ndan jetën tënde dhe të mira dhe të këqijat. Nga ana tjetër gjithë miqvet të mi, të cilët më gjendën në momentet më të vështira të jetës time dhe ishin aty dhe ishin shumë pak. Pra, duke filluar Emën, Oltin, Elonën, Fred, Irisi, Erin shumë një herë, bashkë me Sonilën gruan e tij. Dhe Asnjë emër politikar nuk dëgjova, më erdhi mirë për këtë. Dhe sigurisht kam një urim shumë të veçantë për gjithë burgosurit, kudo që janë. Nga 313-a ke burgu Fierit, ke burgu Fushkrujës së gjithëve, sa më shpejt 2026 ati nxjerrë jashtë, edhe ata që janë të fajshëm, ta kalojnë sa më lehtë dhe ta kryejnë dënimin e tyre sa më shpejt, por edhe ata që janë të pafajshëm, drejtësia vonon, por një ditë do triumfoj, sepse edhe po s'pati drejtësi ka Zot. Bravo Mona. Faleminderit shumë. Faleminderit ju, gëzuar dhe ju. Gëzuar edhe ti. Gëzuar edhe stafi Vitin e ri në shtëpi do e bësh? Po patjetër, ne gjithmonë vitin e ri kemi bërë Në shtëpi. Gatuan mami, Gatuaj unë. Gatuan ti. Po, gjithmonë gatuaj unë. Paçi një vit të mbar edhe juve. Faleminderit. Edhe bëj Kurse ne të takohemi bashkë natën 31. Nesër takohemi Nesër, me nesër, 31 po, e harrova, nisi nesër, se- maratonën e 100 këngëve më të mira të vitit në orën 10 unë dhe Salsano në Top Albania E kur e Radio. mbyllni juve? Ne e mbyllim nesër në orën 18 maratonën e 100 Po ti kur do këngëve. gatuash apo gatuan Lorenci? E, Sa me Ka faqe. burr tjetra, jo si ne që s'kemi burr. Ej, dëgjuesit më të mirë në botë, ju dua dhe gëzuar dhe një super vit e paqe 2026. Miru takofshim në 2026-ën, puç Monika shkon tani në Big Brother, shiheni në orën 21 me Ledionin, me Arbrin, me gjithë castin, me gjithë produksionin çfarë s'do bëhet, Big sot në Brother Prime, në çfarë s'do orën bëhet? 9 ka Prime, kështu që pas këtij programi tek Top Channel. Puç gjithë. Puç, vit sa më të mbar paçi.